Këtu jam me hënën e plot, që është hëna blu. Kjo hënë e plot nuk vjen kur për të ndëshkuar, por vjen për të zgjuar ty. Sonte energjia e hënës së plot ndriçon gjithçka që kemi fshehur. Kemi fshehur në zemër, kemi fshehur në ndjenja, i kemi shtyr gjërat sot për nesër. Dhe ato lot që nuk i kemi derdhur, ato të vërteta që nuk i kemi pasur frikë t'i pranojmë, ose i kemi pasur frikë t'i pranojmë, shikoj që në dritën e kësaj hëne nuk mund të fshehim më pas iluzioneve tona. Disa lidhje tregojnë fytyrën e atyre të vërtet. Disa njerëz kuptojnë çfarë duhet lënë pas. Disa zemra do gjejnë forcën për të filluar nga e para. Gjithashtu, nëse këto ditë je ndjer me emocione, më emocional, më i lodhur, më i ndjeshëm se zakonisht, mos u habit. Hëna e plot i lëkund ujërat që të nxjerrë në sipërfaqe atë që ti ke nevojë për shërim. Gjithashtu, do të thoshe që merr frym, lëshoja atë që të rëndon, beso tek ajo që po largohet, beso dhe hap vend për gjëra të tjera, për gjëra të reja, për diçka më të mirë në jetën tënde. Dhe tani, le të shohim së bashku çfarë mesazhi ka hëna e plot për të 12 shenjat e horoskopit. Këtu përpara kemi atë edhe ty, 2 grupe letrash. Do me thënë që këtu aktualisht kam marrë personin që ti mendon grupin këtu, njëshin, okay? Dhe dyta je ti, do me thënë, kësa radhe unë ju kam vënë përballë me njëri tjetrin, okay? Përballë me njëri tjetrin, dhe të shikojmë se çfarë na del këtë moment në jetën tuaj. Grupi parë që është ai mashkulli, po heqim femrën që je ti dhe po marrim mashkullin aktualisht këtë grupin e parë. Po shikojmë grupin e parë, Shikojmë që zotëria aktualisht na shikojmë që ka shumë i ngarkuar, shumë emocione. Shumë ëndra, shikojmë këtu, debate. Okej. Zotëria në fjalë aktualisht ka 4 shpatat, ka 5 shpatat, ka 9 shpatat, ka 10 shkopinjt, ka 6 shkopinjt, ka dhe kalorësin e shkopinjve. Okej? Dhe me sa shikojmë këtu, shikojmë që ai del i lodhur mendërisht dhe shumë kokfort nga ana tjetër. Gjithashtu shikoj që ai zotëria ka një barë të madhe me vete dhe ka ankth dhe mendime që nuk i shpreh kollaj ndaj teje. Por gjithashtu shikoj që në fund i ka dalë kalorësi i shkopinjve, që është një person që ka një energji të ftohtë apo të vdekur. Do me thënë ka lëvizje dhe dëshirë të kontaktoj, por më shumë po e bën për vëmendje këtë gjë ky person. Po i marr letrat një nga një. E para 4 shpatat, 5 shpatat dhe 9 shpatat. Një lodhje ai zotëria, ai që sikur është i lodhur, ka shumë mendime në mendjen e tij dhe shumë kokforci. Dhe shikoj që ka dhe ankth momentalisht që po flasim, sepse në energjinë e dytë që shikoj unë këtu, shikoj që ka 10 shkopinjt, ka 6 shkopinjt dhe kalorësin e shkopinjve. 10 shkopinjt më tregon që ai mban shumë barë mbi supe. Gjithashtu mund të jetë pagjumësia, punët, problemet që ai mund të ketë dhe mund të ketë probleme personale ose gjëra që nuk mund të t'i thotë ty. 6 shkopinjt tregon që ka fitore, ka firmitet, ka rikthim besimi, tregon që ka dëshirë të ndihet i vlerësuar dhe i pranuar. Kalorësi shkopinjve që bie në sy këtu këtë moment, më tregon që fillimisht del një burr i stresuar, i mbyllur në mendimet e veta. Gjithashtu shikoj që ky është një energji që është aktive në jetën tuaj. Dhe shikoj që ky është ka një periudhë ose një tërheqje këtë moment dhe kërkon prap kontakt, kërkon mesazh dhe përpiqet që ta ketë përsëri në dorë këtë gjë. Nëse do ta përmbledhja me një fjali, me këto 3 letrat e poshtme të paktën, më tregon që ai duket shumë i lodhur dhe i ngarkuar nga ana emocionale dhe nuk është se e ka mbyllur derën akoma me ju. Ju që kërkoni rikthim të paktën, shikoj që ai zotëria nuk e ka mbyllur. Por gjithashtu shikojmë që këto letrat këtu sipër, 4 shpatat,
tregon një tërheqje, tregon një lodhje mendore, tregon një heshtje, por gjithashtu shikoj që është larg stresit. Edhe është mbyllur në vetvete. Nuk është që ai po vepron këtë moment me atë, sepse ka vetëm shpata sipër. Dhe 5 shpata më tregon që kjo është një letër shumë e fortë, tregon konflikte, tregon krenari, tregon debate midis jush të dy dhe ti thua që ka mund të drejt, ai të thotë që ka mund të drejt, ose këtu shikoj që mbrojt nga dikush që është duke u larguar. Shpeshherë kjo letër tregon dhe mendon më shumë se sa ndjenjat që ai ka. Gjithashtu 9 shpatat më tregon që aktualisht ai zotëria ka shumë ankth dhe është penduar për fjalët që të ka thënë. Ka shqetësime të brendshme këtë moment dhe tregon që e gjitha kjo që ky stres emocional mund të jetë thjesht një fasad, sepse këtu shikoj që është një lexim dhe elementi i shpatës këtë moment më tregon një dashuri të ngrohtë për këtë mashkull. Mendon shumë, lodhet emocionalisht, do të flasë tërhiqet prap. Pastaj shqetësohet prap për ty. Madje 4, 5 dhe 9 tregojnë heshtje, konflikt, kokëforci dhe ankth nga ana e tij. Prandaj kur ti thua shpeshherë që më lodhi ky person, më ka lodhur me dramat e tij, më ka lodhur me problemet e tij, më ka lodhur me gjërat e tij, unë këtu shikoj që ti aktualisht dhe kjo bie në sy që këtu nuk ka ndarje përfundimtare, por këtu as stabilitet nuk ka. Del më shumë një njeri i bllokuar në mendjen e tij. Me pak fjalë ai person është shumë i lodhur, shumë i ngatruar nga ana mendore dhe nuk e shikoj gati akoma këtë person për të dhënë ty atë sigurin që ti kërkon. Dhe në këtë moment energjia këtia më thot, koka plot, po jo zemra e hapur. Kjo ishte pjesa e atij personi. Të shikojmë pjesën tuaj tani. 2 kupat. Mirë, 4 monedat. 4 monedat. Letra e hënës. 8 shpatat. 9 monedat dhe kalorsi i shkopinjve. Shikoni tani, kalorsi i shkopinjve është në të dyja pjesët. Shikoni këtu në anëtarën juve. Në të dyja, dhe ai dhe juve këtu. Në të dyja anët. Okej, 2 kupat aktualisht më tregon që tia ka afërsi midis jush. Nga ana juaj ka afërsi. Pëlqimi ndaj lidhjes të dy njerëzve ju pëlqen dhe tregon që ka ekzistencë për lidhje të vazhdueshme emocionale. Dhe shikoj që ka dëshirë të afroni me njëri tjetrin. 4 monedat, tu shikoj që ti po e mban kontrollin këtë moment, më pëlqen ky kontroll që ti bën, sepse ti nuk jepesh më siç je dhënë më përpara dhe ke shumë frikë. Ti tregosh e rezervuar. Por, me sa shikoj këtu, shikoj që po e ruan veten tënde dhe ndjenjat e tua apo lekët e tua. Okej? Kurse letra e hënës më tregon që ti flet për pasiguri. Tu shikoj që ke frikë. Edhe ti. Keni shumë gjëra të pathëna, ke shumë gjëra që të bëjnë konfuzen me atë mashkull ose me atë mashkull. Por këtu nuk mund të them që ka gënjeshtra midis jush. Por ka gjëra që ju nuk janë të qarta midis jush, sepse 8 shpata më tregon që ti je bllokuar aktualisht sot që flasim. Ndihesh e kufizuar, ndihesh e lodhur nga mendimet e tua, nga rrethanat, nga problemet e jetës. Por 9 monedat është letër shumë e mirë pozitive për ty këtë moment, sepse më tregon që dikush po të kujton. Je femër e pavarur, je një femër që ke një energji që vjen lekut në jetën tënde, ke një energji që të sjell stabilitet afatgjatë. Nëse i lidhim të gjitha këto, sepse kalorsi këtu aktualisht më tregon që ti këtë moment prap po lëviz, por dhe ai po lëviz, të dy po lëvizni. Dhe këtu ai person do apo do vi me një mesazh, të thotë që unë dua të flas me ty për diçka, kemi diçka të pasqyruar. Por kjo energji vjen me vrull, sepse është kalorsi monedhës, i shkopinjve dhe kërkon ky të ketë stabilitet me ty. Nëse i lidh të gjitha bashk, këtu shikoj që ka tërheqje me ju të dy, por ti je me hënën edhe me 8 shpatat, gjë që se beson me këtë njeri. Sepse këtu shikoj që kalorsi i shkopinjve po flet për lëvizje dhe për komunikim. Ti në ana tjetër më jep një përshtypje e një njeriu që të tërheq, e një njeriu që mendon shumë, të një njeriu që kërkon prap kontakt ti si person, si femër. Pra, letrat këtu më tregojnë që këto letra këtu nuk e kanë. Të dy ju nuk keni as Hierofandin, nuk keni as Perandorin, nuk keni as 10 kupat. Por, shikoj që nuk ka stabilitet midis jush. Dhe ti kërkon një partner serioz,
Dhe është ajo që unë të thash në fillim, që ti aktualisht, këtë moment, shikoj që kërkon, por me hënë të plot, unë po ta them që lësho atë që nuk të duhet më. Lëshoj, letik me zemrën e nënës. Letik. Nuk është për ty, kur nuk është për ty, nuk është për ty. Shi dhe qiriu po të flet por lëviz, nuk e di, juve nuk e shikoni në ekran, por unë shikoj qiriun që po thot që unë jam dakord me nënataron. Unë jam dakord thot me nënataron. E shikoni? Prandaj, duhet ta largoni, jo, sepse kjo hënë e plot të lëkund ty. Ja, tani erdhi Hierofandi. Jo, më falni, jam 5 kupat. Sorry. Ç'na që e pas Hierofandi nuk të. Okej, këshilla ime është këtu prapë. O zot, ky vetëm konflikte do me motër. Ky qëngër ka njeri konfliktual, nuk bën. Okej. Aktualisht shikoj që ka shumë letër, aktualisht 5 kupat, është letra e gafores, akrepit edhe peshkut. Këtu shikoj që ti zemra ime je zhgënjur dhe ke kaluar në trishtim këtë moment dhe në një ndjesi ndryshe. Por në këtë letër shikoj që mbeten gjithmonë kupat më këmbë, 2 kupat. Jo çdo gjë në jetën tënde është e humbur. Faqja e shpatës këtu aktualisht më tregon që vëzhgon, ke kurreshtje. Shikoj që të pëlqejnë mesazhet dhe dikush që të shikon nga larg, zotëria, të shikon nga, ke i parasysh atë energjinë që themi dikush po më përgjon, ose në rrjetet sociale që dikush po të shikon dhe të përgjon. Dhe këtu shikoj që ai aktualisht kërkon informacion para se të veprojë. Dhe 5 shpatat shikoj që ai zotëria e ndjen veten krenar. Por gjithashtu ne aktualisht zonja, që jemi zonja, shikoj që këtu ka keq kuptime, fjalë që të kanë lënduar dhe ai kërkon të përpiqet që të dalë mbi ty. Gjë që ti aktualisht, dhe këtu shikoj që ka një kombinim shumë të fortë, shikoj që në qoftë se ti pyet për X person, në mendjen tënde ti e di, këtu ka pasur zhgënjim, lëndim dhe ende ekziston kjo gjë, vëzhgimi dhe interesi nga ana e tij. Problemi kryesor ku mbetet? Në krenaria dhe mënyra e komunikimit. Juve vriheni me njëri tjetrin në mënyrën e komunikimit sepse ai e ndjen veten krenar, ti nga ana tjetër thuaj që unë di çfarë duan jetë. Por mesazhi hënës së plot ndonjëherë nuk na largon nga mungesa e ndjenjave, na largon nga krenaria, nga heqja dhe nga fjalët e pathëna. Kjo hënë e plot po nxjerr në sipërfaqe atë që zemra jote ka fshehur me muaj të tërë. Dhe disa do ta kuptojnë çfarë ka humbur. Disa do ta vëzhgojnë dhe do ta vëzhgojnë nga larg për një kohë të gjatë. Disa do përballen me pasojat dhe me zgjedhjet e tyre. Pyetja është, a do zgjedhësh krenarin apo të vërtetën? Kjo hyrje dhe kjo energji misterioze zakonisht të bën ty të tërhiqesh nga personat e tjerë. Gjithsesi, unë të uroj një ditë të mbar nesër dhe në vazhdim, por gjithashtu dhe një natë e mirë këtë moment.